dashur të emisionit Pasion e Profesion, edhe sot jemi në një tjetër vend, si që një mësuar gjithmonë do vizitojmë vendet të ndryshme edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. E sot jemi tek fshati Toq i Tepelenës. E këtu bashkë me mua jemi edhe me pronarin e restorantit Oda Hasanbeut, ku do na tregoj më shumë rreth këtij vendi, rreth historisë. Mirësui gjetëm, vajnderi shumë për pritjen. Faleminderit. Kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu në këtë vend kaq të bukur. Faleminderit dhe ne kënaqësi që na zgjodhët neve. Dhe siç po flisim. Po, do flasim pak për Odën e Hasanbeut. Ndoshta më na tregu fillimisht se si keni vendosur që të hapni këtë vend dhe ndoshta edhe pak për emrin Oda Hasanbeut. Pse Oda Hasanbeut? U kthyem nga emigrimi në 2007, vendosëm të investonim këtu në fshatin ton, në tokën tonë, tokën e të parëve tanë. Dhe Oda pastaj, Oda ka qenë stërgjyshit, ne jemi familje madhe që jemi njohur këtu në zonë, dhe Oda si dihet në Shqip është një sallë, një mikpritje, një dhomë e madhe siç e keni dhe juve, si e kemi gjithë bashkë juve, neve njësoj jemi. Dhe vendosëm emrin Oda Hasanbeut ka qenë para si jon, dhe vendosëm Oda Hasanbeut. Si ka ndryshuar nga fillimi deri tash? Po, sepse keni sa vite këtu. Ne kemi 19 vjet, kemi punuar, kemi filluar në 2007 me punë, me lodhje, me... Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë kësaj periudhe? Po ka qenë fillimi, se ne kemi ardhur nga Tirana, kemi ardhur në fshat. Ishim fshat, ikim në Tiranë, edhe përsëri nga Tirana në fshat, edhe gjithë thoshin të çmendur që po kthehen në fshat. Ky ishte fillimi që ishte i vështirë. Pasaj me punë ja arritëm. Por ju përsëri se keni harruar Tiranën? Po nuk harrojmë se kemi ndërtuar auto tjetër aty në Mullet. Keni tjetrën aty. Edhe një tjetër në Gjermani. Në Gjermani. Me të njëjtin emër. Po me të njëjtin emër. S'keni dash me ndryu emrin. Po atysh dhe Lezeti, mos humbasi origjina. Po patjetër. Ndoshta të flasim pak edhe për ushqimin që është këtu, edhe për gjërat e tjera, shkojmë edhe e shijojmë pak ushqimin e Odës Hasanbeut. Faleminderit. Pra, shikues dashur, po e shihni edhe tryezën e mbushur plot këtu tek Oda e Hasanbeut, po besoj që sot pas kemi me ushkëri, me krejt këto ushqime kaq të mrekullueshme, po besoj që e kanë edhe shijen e mirë shumë. Patjetër. A mundesh më na tregu pak se çfarë menyje keni këtu tek Oda e Hasanbeut? A ndryshon sipas stinëve apo e keni gjithmonë? Po, ndryshon sipas stinëve, po në thelb është ushqim tradicional që kanë gatuar gjyshet tona më përpara. Po, a mundesh më na tregu pak se çka kemi këtu tash për gjithë shikuesit? Kemi byrek, kemi fli, si i thoni ju, jam malësia, byrek të ndryshëm me mish, me këto, turshit i bëjmë vetë, djathi i deles po ashtu që i bëjmë edhe vetë. Zojt i kemi të ndryshëm me jufka, me oris. E cili është ushqimi i preferuar që të gjithë vizitorët vinë? Po tani për neve gjithë preferuara në duke se derisa ecin. Po të gjitha po thoj se janë preferuara. Po ndonjë që të gjithë vizitorët e kërkojnë sa herë të vinë këtu? Po më specifike ndoshta. Më specifike. Ndoshta janë këto jufkat me zojt janë më shumë. Zojt me tava të ndryshme, jo jufka me oris. Gjitha po thoj se jetë. Po, na tregove më herët që keni edhe bujtina. Sa bujtina keni gjithsej? Fjetje. Po. Po, kemi 4 dhoma, që janë për qift, edhe për ndonjë fëmijë të vogël. Po, aktivitetet të tjera të cilët vizitorët që po e shohin edhe emisionin mund të gjejnë këtu? Aktivitetet vetëm mund të shkojmë në Gjiron Vjos, të shohim lumin e Vjos, se kemi afër 1 kilometër nga lokali. Dhe mund të shkojmë të vizitojmë, si shkojmë të tjera do më thotë. Pastaj kemi kala gjëra që janë afër. E shikues dashur, po patjetër që kam e provu diçka, ndoshta kisha dashur me. Do provoj se orari është i drekës. Patjetër. Kisha dashur ndoshta me e provu edhe këtë djathën që cilin e bëni vetë. Patjetër. Pa ka produkte të tjera të cilat ju i bëni vetë, perimet i bëjmë vetë, po këto i marrim nga zona, nga fshatarët të përreth, si qumshin, si këto perimet, zojt po ashtu, jam fshati.
Shumica e ushqimeve këtu janë bio. Po Gjatë s'themi ka fantastik. 100%, por shumë 90% i kemi prodhuara në vend. Po për gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion, pse duhet vinë tek Oda e Hasanbeut? Po të provojnë ushqimet shqiptare tradicionale. Pastaj ne kemi edhe nga provoja kaq vjeçare që disa udhëtar miq tashmë nga Kosova, kur kalonin që shkonin në Saran, e kishin si shprehje që u flisin me njëri tjetrin, thoshin ke shkuar në Shqipëri? Po, ke shkuar te Oda? Jo, po s'ke qenë në Shqipëri. Po. Na e ka treguar ata, këtë gjë që kemi nxjerr neve. Unë gjithashtu thash edhe të gjithë shikuesve më herët që të gjithë ata që marrin rrugë për në Sarand ose kalojnë këtej patjetër duhet të ndalen sepse me të vërtet mund të qetësoheni, ndoshta të rimbushni ato bateri që keni pas nevojë edhe të niseni të merrni rrugën për në Sarand. Duhet patjetër të ndaleni. Lidhjen me Kosovën neve kemi edhe nga themeli, se edhe ndërtimin e kanë bërë firma nga Kosova, nga Gjakova. Nga Gjakova. Jo, është për vërtet, është për vërtet, si që shpjegova më parë. Po. Pastaj ne kemi edhe nipin Dardan, çunin e ka marbri. Ne jemi tradicional shqiptar, nuk kemi. Po, për çka është më e rëndësishme për ju, cilat ndoshta kanë qenë ato komentet që i keni marrë nga të huajt, po besoj që ka edhe vizitorë shumë të huaj apo jo? Patjetër, se ne jemi në rrugë këtu nacionale detyrimisht ka shumë të huaj. Të gjithë kanë ngellë të kënaqur nga traditat shqiptare, nga ushqimet. Diçka që ndoshta e kishe veçu e mban mend. Nuk e mbaj mend, ne të gjitha kemi të mira, nuk mund ta veçoj. E shikues dashur, kjo ishte edhe kjo intervistë tek Oda e Hasanbeut. Ju tregova edhe më herët, ju thash që duhet patjetër të vini të shijoni ushqimin e shijshëm, natyrën, por edhe gjithçka tjetër këtu. Ndoshta të bëni edhe një ecje deri tek lumi i Vjosës. Patjetër pse afër është. Dhe do të shijoj. Ndoshta nëse ke diçka më shtu për fund për gjithë shikuesit. Jeni të mirëpritur, të gjithë, do ngeleni të kënaqur. Faleminderit dhe juve që më zgjodhët neve përsëri, më thash. Dhe mund t'i provoni dhe këto ushqimet me që u lodhët, edhe dreka është tani. Po shijojmë edhe ne, faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo bukë e shtëpisë. Ai është kulaçi që prapë edhe njifjet, kush kulaç, kush kalon kulaçin. Ata e kanë gjithë. Që fillojnë me kulaç. Me kamerë.